Kjo mund tjetë një tjetër. Unë pata mamin, kam humur mamin para 3 muajsh. Edhe e humba dhe ishte falenderit. Dhe ishte shërbrimi paliativ që kanë ardhur ishin të mrekullueshëm. Të jashtëzakonshëm. Dhe vërtet ato thoshin, sigurisht që ne kemi bërë fëmijë me radhë. Është i vetmi shërbim shembullor. Të jashtëzakonshëm. Në Tiranë. Është për sëmurët terminal me kancer. Që janë të jashtëzakonshëm, dhe unë po them këtë gjë. Mënyra e qasjes së tyre, jo vetëm me ne, që ishte jashtëzakonshme njerëzore, po unë shikoja çfarë punonin dhe ku punonin sepse i ndiqja të vinin dhe ishin të jashtëzakonshëm. Dhe ajo që dua të them është që ato e bëjnë këtë punë me shpirt, dhe është një gjë që unë mendoj shteti duhet të ndihmojë se. Jam dakord me ty dhe jam dakord edhe të Duart Rokas në këtë rast. Problemi është që japi këtyre 60.000 të tjerëve. Ato një 10, ajo që unë besoj, më falni, nëse mund të them shikojmë trendet botërore. Trendet botërore janë që forca aktive e punës, si tek ne, me brain drain ka ikur, right? Që të thrasim të vërtetën. Po ikin njerëz, të tërë kanë nevojë. Ti thua ti marrin pleq, ti fusin në punë prapë. Nuk janë pleqër burr. Po pleq janë se kanë punuar, kanë pension. Si do të thënë ai ka bërë punën, tani thotë tani veç që mbarove punën, të bëj shpërblim, bëj prapë punë. Një sekondë, Erion, do të bëj një pyetje. A mendon ndonjëherë ti që do dalësh në pension? Dëgjoj Erion. Ore, unë të mos dua të dal në pension, po fati mund të shkruar një gjë tjetër, ku di unë. Erion nuk do dalësh dot, për nivelin që ti ke, ti nuk do dalësh dot. A do i themi gjë bashkë Erionit të ri që pleqt tanë punojnë më shumë tani se që kanë punuar për para. Po s'është drejt, Oriani është drejt. Brenda shtëpisë, pleqt kanë detyrat më të rënda. Në vend që pleqt të dilnin të bënin shëtitje, mua më dhëm shumë edhe ajo nëna ime që s'del fare, se kujdeset për gjithë punë të shtëpisë, dhe thotë si ti ku gjithë dita i them unë, miku duke bërë punë të shtëpisë, e kupton? Ne nuk shqetësohemi që prindrit tanë nuk dalin të bëjnë shëtitje se e thonë ja, u bë kjo europiane me qenë ose me macë. Ka shkak pasojë dhe zhvillime me njëra tjetër. Aq më tepër turizëm në përballë siç bëjnë gjithë pleqtë e Europës. Edhe fëmijët, jo, nëse bëjnë ato janë për dalë. Atëre çka mentaliteti kanë? Shiko, unë në fakt unë nuk po i referohem fare kësaj lloj kategorie që janë autonom. Mua më vi në gjendje të raskapitur. Ku s'ka më ç'ti bëj familja, ku s'ka ç'ti bëj më spitali, edhe vi në gjendje shumë të rëndë, një post AVC, një kom diabetike, një demence agjituar që të kafshon dhe çfarë të bën. Dhe kur të them me sinqeritet, nuk ka çfarë t'i bëj me as fëmia. Se ai të do 24 orë aty. Po ata duan asistencë profesionale. Dhe ato të rajderit vinë bëjnë një asistencë. Nuk e lajnë, nuk e shplajnë. Ti ai bebelinën tani ai ta fluturon në cel. Ata duan familjarët. Unë e them nga rasti konkret. Ata donin, po i duan shërbimin 24 orë. Ti do punosh Ornela. Po ti do punosh. Ne duhet ndjemi fëmijë me fat. Se kam shumë shoqet mia të cilat ju bëjnë shërbim prindërve të tyre dhe kanë braktisur jetën, punën. Shiko, është normale, më falë, është normale. Dëgjojnë çiklitën, në një vit dhe 6 muaj, unë vura çdo gjë on hold. Unë, motrat e mia, vllai, pa diskutim. Dhe nuk po diskutua fare dhe isha e bekuar ta bëja. Sepse mendoja sa privilegj ishte. Po ja ka ikur ajo vetëm e dashur. Ky duhet, shiko, duhet kjo. Ky preokupim. Nëse ne nuk flasim për këtë gjë, e di ku ka ikur, unë mendoj. E para janë 2 gjëra për mendimin tim. E para një respekt me dinjitet për moshën mbi 65. Është gabim të themi që ata kanë marrë fund. E kuptoni që në 1800 ishte 30 vjet. Asnjë sot që ka marrë fund. Jo, po që në momentin. Jo, po se thot njëri që ka marrë fund. Ne themi që ka mbaruar ciklin e punës. Se ka që një fligj. Erion, kur ti vë titullin atje që do shes klikime, po. E ç'të do them pastaj? Kur vë titullin e thua pleqte, si e thash? Jo, atë e thash. S'është klikimaj. Ajo është mënyra se si po trajtojnë në Shqipëri të braktisur nga kataranë. To e duket tani. Të braktisur unë jam 9 muaj pa parë, kjo është monstruoze. Po çfarë thuar? Mirë, hajde fëmijët nuk janë. Që ty të vjen keq. Po kjo ambulanca çfarë bën? Më fal. Unë nuk do ta kërkoj atje, do të thoshë, o njerëz, do të kthejmë syt nga familja. Po ka familja. Moj po unë 50% i kam pa fëmijë me zemra ime. I kam pa fëmijë. Janë pasaj që duhet patjetër shoqëria të bëjë. Po pra i kam pa fëmijë. Kush do t'i bëj shërbimin atyre? Fëmijët, një sekondë mos e bën dallim. Janë jashtë apo nuk janë fare? Jo, janë të pamartuar. Janë të pamartuar. Kush do t'i bëj shërbim atyre? Motrat mblidhin të gjithë mos mbrini në moshën e pleqërisë në këto deregjese, do ketë azil t'ju bëj dermane. Që nuk do ketë pleqëri ndonjëherë për breza që nuk do ketë Erion. S'ka pleqëri. Nuk do ketë mundësi të ketë pleqëri. Ti do ishet pensioni fare, do ketë me këtë protestojani. Unë besoj që ka ligje që janë gabuara për këtë gjë, sepse nga 120.000 që thash, që punojnë, vetëm 1 në 4 prej tyre janë që i kanë deklaruar punën. Pse?
sepse në moment që ti vetë atje, vetë ligjën të bën që të jesh i super tatuar, i double tatuar, i triple tatuar. Dhe kjo bën që do futet një informalitet dhe në këtë moshë. Do të luftoj politikisht. Jo, informaliteti është fenomen dhe ata që janë në moshë pune, jo më këta që janë, nuk është kjo arsye për tatimi. Me që se jemi në... Ka informalitet jashtëzakonshëm në punësim në Shqipëri. Kite drejt, po për këtë është goditse, sepse nëse dikush punon me 65-75... Ne po flasim për shtetin që nuk imagjino që mosha dhe kujtojmë diçka për dijetetin me që po flasim. Mosha e gjatësia në Shqipëri është 70 vjeç më gaboj. 100%. Domethënë po të vazhdojnë punojnë, ju mbetet shumë pak jetë, në gjithë jeta punë. Edhe në rrugë, edhe në autobus. Njëre një kohë, po ty të i moshuar në autobus, që është një gjithë në këmë. Sot askush se lëviz. Hynë në shtëpi, po themi, hynë në shtëpi. Hynë në shtëpi dhe i gjenë shtrien dhe më keq kur ti hynë brenda. Kam një pyetje për Mimozën, të lutem. Mimoza, që ndodh aty kur një i pa mundur vjen në qendrën tënde, si e përjeton ai vetë njëherë? Sepse edhe kjo është një situatë shumë traumatike. Absolutisht që është e rëndë. Po, shumë e rëndë. Dhe ata janë shumë të lidhur me pronën e tyre, me pasurinë e tyre, sa do të vogël ta kenë. Dhe ato mendjen e kanë vetëm tek prona e tyre, tek rroba, tek paraja. Dhe po ti dëgjosh ti përmendin ku i kam lekët, dua çantën, ku e kam shtëpinë, ku është kjo, pse është kjo dhoma kështu, nuk e kam dhomën të tillë. Domethënë edhe ata dhe ne përjetojmë një gjë shumë të madhe, shumë të sikletshme. Nuk është e lehtë, por nga ana tjetër e kompensojmë se duke qenë në grup ata argëtohen shumë me njëri tjetrin dhe hutohen në një farë mënyre. Për shembull, ne kemi pasur njërin rastin më të fundit që më ka ardhur në moshën 70 vjeç, shumë autonome, po me një demencë shumë të avancuar që nuk e njifte as fëmijët. Dhe kur erdhi aty ajo mua më ikte kështu me sekonda nga sytë që neve u shqetësuam jashtë maste dhe shumë agresive. Ajo mbas një muaj, se kaloi një muaj, sot është kaq e qetë dhe në momentin që të gjithë shkojnë për të fjetur dhe kjo mund të mbetet ndonjëherë fundit, ajo më njëherë kthehet në origjinë, bëhet agresive, sepse do njeriu. Pra edhe qëndrimi vetëm në Ama, që ti të kesh lehtësi, edhe të kjetë kjo që thotë kolegja, duhet një organizim, duhet një... Patjetër, gjithë organizimi është. Edhe në përshpia dhe... Duhet adresohet si qështë ligjore, absolutisht po. Shteti social në Keni kërkuar ndonjëherë këtë gjë, se pensionistët janë të pamundur ta kërkojnë. Mos kërkoni protesta nga pensionistët. Nuk kanë mosh ata kanë bërë punën. Jo vetëm po janë brez i vuajtur dhe nuk e mendojnë që kanë të drejta, nuk e mendojnë. Kjo nisma bashkë, edhe i mendojnë shumë, po nuk kanë fuqi. Ç'a keni bërë dhe ç'a mendoni të bëni për këta pensionista? Ne po shkojmë vetë drejt kësaj moshe dhe mirët ne po ta them. Të t'japun adresën. Po them jo po ta them sinqerisht, mirët ne. Sepse në fund fare ne porrisim një brez i cili realisht nuk ka respekt për moshën e cila ka dhënë gjithë kontributet që e ka ndërtuar Shqipërinë deri më sot. Ne jemi brezi i fundit që i respektojmë përfundimisht moshën e tij. Miratohet ai ligji famshëm i minimumit të etik. Me që pyetët çfarë kemi bërë, ne kemi çuar për ligjin 3 vjet mbeti në parlament. Çfarë parashikon ai për ligjin atë lutem? E kthyen mbrapsht për ligjin, do ta çojmë prapë tani, nuk e. Çfarë parashikon ai? Vendosja e standardit minimumit etik do të thotë që ai që quhet pension social. Që e përfiton një pensionist në 70 vjeç sot që ne propozojmë të bëhet 65 vjeç, është që të marrë një pension që t'i plotësoj nevojat paktën ato jetike. Nevojat minimale, sot 400 milionë lekë. Nuk e kemi futur si kulturë. Edhe një herë, sepse vjedhin, sepse tani është kjo, edhe një herë, pensioni privat është për jo për mua, sa dhe unë jam po është për ata që do vinë nga pas, tani ne po flasim. Unë kam filluar të mendoj, Erioni gjithashtu. Kjo është temë tjetër. Tani ato flasim. Se këtu na sjell dhe kjo. Po kjo është për 30 vjet e ardhshme. Po flasim për mua, tani po flasim për këta 700.000 që janë. Po duket vetë shumë të rrjedh, si ikën mosha. Është temë tjetër po them, aktualisht. Por çfarë do bëjmë për këta që janë sot? Unë do mendoj, më është tjetër gjë kjo. Por mendoj vetë se shteti edhe një herë. Shteti nuk heqim dorë nga shteti social. Këtu do ngulim këmbë. Ne jemi Lëvizja Bashkë, Partia e Maj, Socialdemokrate dhe shteti social është themel të këtij modeli. Ju thoni tani mendoni vetëm privatisht. Po pse kjo në shteti social, Partia Socialiste është fuqi? Jo, nuk është hiç Partia Socialiste. Ajo do ta bëj shteti social. Nuk është fare Partia Socialiste. Partia oligarkëve, e miliarderëve. Vjedhin me miliona euro, me miliardë euro vjedhin nga buxheti i shtetit dhe prandaj nuk ka para. Nuk na duhet sociale. Jo, pa shteti është para. Po le të rinë para, shteti ka përgjegjësinë vetë. Ku janë punonjësit sociale?